Një furnizues i mjeteve të blinduara dhe municioneve për Ukrainën, është bërë personi më i pasur në botë në fushën e industrisë së mbrojtjes. Pasuria e manjatit Michal Shtërnad arrin vlerën e 37 miliard dollarëve pas ofertës publike të aksioneve në bursën holandeze. Michal, 33 vjeç, pronari i kompanisë së armatimit me qendër në Prag, Çekoslovak Grup AS, ka parë pasurinë e tij të rritet në rreth 37 miliard dollar, që përbën afërsisht 10% të ekonomisë së Çekisë, pas debutimit të aksioneve të kompanisë në bursën e Amsterdamit. Aksionet e kompanisë u rritën rreth 28% në mëngjesin e ditës, kur u tregtuan për herë të parë në bursë, duke dyfishuar pothuajse pasurinë e Shtërnad brenda një nate. Përmes ofertës publike fillestare, kompania e tij ngritën rreth 3.3 miliard euro, duke shitur aksione me çmim prej 25 eurosh secili. Michal trashëgoi kompaninë nga babai i tij pas një transferimi pronësie në vitin 2018. Sot ai renditet ndër personat më të pasur në moshën 40 vjeç, sipas Bloomberg, me një pasuri të vlerësuar prej 36.9 miliard dollarësh. Çekoslovak Grup është një nga prodhuesit kryesor të armatimeve dhe pajisjeve mbrojtëse në Evropë dhe ka fituar kontrata të shumta ndërkombëtare. IPO-ja e fundit konsiderohet një sukses i madh, duke rritur interesin për aksionet e kompanisë dhe duke e vendosur Michal ndër miliarderët që po rriten më shpejt në botë. Analistët e tregut e shohin këtë lëvizje si një tregues të fortë të besimit të investitorëve në sektorin e mbrojtjes dhe në strategjinë e zgjerimit të Çekoslovak Grup në tregjet globale.